Dje rreth orës 15:30 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në rrugën lokale fshati Gjepqisht, fshati Jedoarc, një 39 vjeçar nga fshati Gjepqisht Tetovë, duke drejtuar një motociklet me targa të Shkupit, ka humbur kontrollin dhe ka rënë në rrugë. Me këtë rast ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Dje në ora 21:10 zyrtar policor të Departamentit për punë të brendshme Gostivar kanë ndaluar një 22 vjeçar nga fshati Turqani Madh, Gostivar, pasi gjatë kontrollit tek ai është gjetur marihuanë. Dje në orën 20:40 zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga fshati Vrapqisht, Gostivar. Veprimi është ndërmarrë pas një denoncimi paraprak nga një burr nga rajoni Gostivarit, i cili ka raportuar se gjatë mbylljes së objektit të tij hotelier kishte lënë një shumë parash të cilat ai i kishte marrë dhe i kishte shpenzuar. Dje në orën 16:30 zyrtar policor të stacionit policor për sigurinë në komunikacion rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 35 vjeçar nga Shkupi. Gjatë kontrollit të komunikacionit në rrugën magjistrale A2 në Gostivar është ndaluar një automjet i udhëtarëve Hyundai me targat Shkupit, me çrast është konstatuar se ai e ka drejtuar automjetin pa dhënë paraprakisht provimin për patent shofer. Pas mesnate në orën 12:05 zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetovë kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga fshati Qellopek, Tetovë, pasi në dalje të fshati Qellopek në drejtim të fshatit Miletin, gjatë kontrollit tek ai janë gjetur marihuanë dhe një mulli për bluarje.